mendimin e Zotit, çdo sprov, çdo gjë e këtë kalon. Alhamdulillah. Kur e ke mbështetjen te Allah. Ka edhe hadith ditën e gjykimit të pasprovuarit e kësaj jete kur do t'i shohin E këto deshta me dal aty. urno. Do të kenë, e ndëgjova që do të na kenë, nëse jam Lakmi. po, Allah më fal, edhe pejgambert për gradë që do ta kenë në xhenet ata të cilët kanë qenë të sprovuar, domethënë për sprovat të cilët lutem unë e gjithë tjerë që të cilët jemi të gjatë këtyre sprova të kalojmë kënaqësinë rrezën e Allahut. Zotëna, po tham, edhe i sprovum, edhe pa shpëlim. Elhamdulillah çdo sprov. Do të na kenë njerëz lakmi ose do t'ja kenë aty me lakmi mos ta potenciojnë për veti që kur do të shohin shpërblimit këta të cilët kanë qenë të sprovuar, çfarë drejtë do të jenë, do të thonë, do të kishmi pranu edhe trupat më na coptu për shpërblimin të arrim këtë shpërblim. Po kjo është hadith sahi. Domethënë të pasprovuarit kur do t'i shohin ditën e gjykimit të sprovuarit, çfarë shpërblimi, çfarë grade, çfarë gjendje të mirë janë, kishin me pas thonë trupat ton më na coptu, kishmi pranu veç për këtë shpërblim takë. Nuk është lehtë, thash vallahi kur të shohim me mëngjes me shoqën ose kur ta kryjnë djalin e thuaj se ka shpërthy kanalizimin në dhomë, në shtëpi. Nuk ka lehtë, kjo është rrallë, sprovë e madhe. Po jo, se nuk ti 115 kg i bajt, qysh, e nga 5 herë, 6-7 herë me hek pampersin. Shoqë plus për pas kësaj shoqja ka angazhime. Kujde duhet 5-6 dieta më bën ditë me la, me fshi. Gratë më shumë kanë. Po normal, mandej ushqime për mua, për vajzën, për vete. Non stop, ajo çka mund të them 2-3 orë ai ka gjumë që duhet ai, edhe pse djali ka vështirësi edhe gjatë frymarrjes natën, ai nuk mundet më ushtrin çtat. Si jam tash unë kështu flan. Ose çet kokën në rast ka uçet për me flasë s'un flan. Apneja frymarrja i paraqitet. 115 kg. Po elhamdulillah shamë ka dorë Zoti kështu. Ka njerëz urna. Po, vazhdo, apo të shkoj. Jo, ka njerëz që njerëzit me pak me çfarë do sprove të vogël dorëzohen. O vëlla mos u dorëzo. Mos u dorëzo. Mbështetje Zotit elhamdulillah.